Skandal, AKU bllokon 738 kg fileto pule në KMY dhe djathim Boum. Siguria ushqimore vazhdon të mbetet një sfidë për bizneset shqiptare. Vetëm disa orë më parë inspektorët e AKU Tiranë kanë bllokuar 738 kg fileto dhe gjoks pule pranë biznesit KMY në Tiranë. Si qihet edhe nga fotot, mishi i pulës gjatë procesit të ngrirjes dhe shkrirjes qëndron në tokë. Magazinimi i tij është bërë pranë një ambienti që ka prezencë myku dhe ndryshku. Nëse ky produkt nuk do të ishte bllokuar nga inspektorët e ushqimit, ai do të shkonte tek tryezat e konsumatorëve si mish i sigurt. Për këtë arsye, AKU Tiranë ka bllokuar aktivitetin e biznesit KMY deri në plotësimin e kushteve higjieno-sanitare. Një tjetër aksion është realizuar në operatorin e biznesit ushqimor Boum, ku kushtet e Baxhos ku prodhoi djathi ishin jashtë standardit higjieno-sanitar, muret me lagështir dhe myk. Ndaj kompanisë Boum, AKU vendosi masë administrative gjob 300.000 lekë të reja dhe bllokim të produktit. Pas këtyre veprimeve, produktet e pulës të kompanisë KMY dhe djathi Boum mund të azgjësohen. Inspektorët e AKU njoftuan se gjatë kontrollit në baxhot e kompanisë Boum kanë bllokuar një sasi prej rreth 329 kg djath të bardhie që ishte në gjendje në këto ambiente.